Irani po përballet me një nga thatësirat e tij më të vështira. Kryeqyteti i Iranit po numëron mbrapsht drejt ditës 0. Rezervuarët që ushqejnë Teheranin me ujë po mbarojnë. Regjimi po fshihet në tunele, ndërsa bombarduesit amerikan fluturojnë mbi qiellin iranian. Që nga prilli i vitit 2026, bombat amerikane nuk janë më kërcënimi më i madh për iranianët. Ata kanë një armik më të fuqishëm dhe ky armik po merr hak me sa duket ndaj regjimit. Irani po përballet me krizën më të keqe të mungesës së ujit në historinë e tij. Dhjetëra diga masive janë në prag të tharjes. Miliona njerëz në qytetet e mëdha mbështeten për furnizim në cisternat e ujit. Qytetet Teheran, Mashhad dhe Isfahan janë në prag të shterimit. Njerëzit presin në radhë me orë të tëra vetëm për të marrë një bidon me ujë. Dhe nuk janë bombat që e shkaktuan këtë krizë. Asnjë bombë nuk ka rënë mbi diga. Asnjë raket nuk ka goditur digat. Asnjë armik nuk i sulmoi ato. Megjithatë, që nga prilli i vitit 2026, 19 diga të mëdha që furnizojnë me ujë rajonet jetësore, bujqësore dhe industriale në të gjithë Iranin janë në prag të shembjes. 3 diga strategjike janë tharë plotësisht, duke kaluar në statusin e rezervuarve të vdekur. 30 milion iranian janë të prekur drejt për drejt nga mungesa e ujit dhe gjithë popullsia prej 88 milionësh ndodhet në mes të kësaj krize. Njerëzit përballen me një zgjedhje të vetme, ose të largohen nga shtëpitë e tyre, ose të presin që uji të mbarojë plotësisht. Qeveria iraniane po fajson sulmet e Shteteve të Bashkuara, por imazhe satelitore dhe të dhëna gjeologjike në terren tregojnë një histori shumë ndryshe. Le të fillojmë me qytetin Mashhad, ku katastrofa është më e dukshme. Ky është qyteti i dytë më i madh i Iranit dhe një nga qendrat më të mëdha të pelegrinazhit shit në botë. 20 milion pelegrin dynden në këtë qytet çdo vit dhe qyteti aktualisht është pa ujë. 4 diga kryesore furnizonin qytetin me ujë: Dusti, Karde, Ardak dhe Turo. Deri në nëntor 2025, niveli i ujit kishte rënë nën 3%. Nazolia Petgemanf, kryetaria e Komisionit Parlamentar Iranian, ka konfirmuar qartë situatën e krizës së ujit. Uji në Mashhad po shteron. Diga Dusti, pranë kufirit afgan, kaloi në pikën kritike, kur talebanët zgjeruan digat e tyre. Bajtën ujin dhe rrjedha për në Iran u ul me 80%. Mbi 400 puse u vun në punë si zgjidhje. Por uji nën toksor u nxor me tepric për dekada, dhe tani puset po thahen me shpejtësi. 4 milion njerëz po e përballojnë të përditshmen përmes tubave, cisternave dhe kontejnerëve. U zbatua një sistem shpërndarjeje uji çdo orë. U shpërndan lista që tregonin se cila lagje do të merrte ujë dhe në çfarë orë. Konflikti, i cili ka filluar nga fundi i shkurtit, nuk ndikoi në digat e Mashhad, por në mars të vitit 2026, këto diga u mbyllën, pasi Irani sulmoi vendet e gjirit dhe infrastrukturën e tyre, dhe koalicioni nisi sulme duke synuar infrastrukturën elektrike të Iranit. Kjo paralizoi sistemet e pompimit dhe trajtimit dhe nuk ka mbetur energji e mjaftueshme për të nxjerrë ujë nga digat. Kriza para luftës duke pjesërisht e menaxhueshme, por lufta e ka shkatëruar sistemin e furnizimit me ujë. Karburanti i cisternave nuk është më i disponueshëm. Pompat elektrike nuk po funksionojnë dhe shpërndarja e ndihmave po bllokohet nga kaosi i luftës. Po afron dita 0. Ndërprerja e plotë e ujit nga rubinetet nuk është më një skenar i largët, ndërsa linjat e ujit po shndërrohen në linja të shpërthimit të zemërimit popullor. Tensionet midis forcave të sigurisë dhe qytetarëve në rrugët e Mashhadit po rriten çdo ditë, por Mashhadi është vetëm maja e icebergut. Kriza në kryeqytet, me një popullsi prej 14 milion banor, është edhe më e rëndë se në Mashhad. Në nëntor 2025, Sije Saides dokumentoi gjendjen e 5 digave kryesore që furnizojnë Teheranin përmes analizave satelitore. Ka 5 diga kryesore që furnizojnë qytetin. Diga La me kapacitet 1% nuk ka pothuajse fare ujë. Të gjitha digat kanë një mesatare prej 5 deri 11%. Këto 5 diga shërbejnë lagje të ndryshme të Teheranit. Rënja e sasive të furnizimit me ujë po e bën krizën shumë më të rëndë në lagjet jugore të qytetit. Deklarata e presidentit Pezeshkan para disa kohë ishte një pohim i paparë në historinë iraniane, lidhur me çështjen e ujit. Për këtë problematik, para disa muaj, ne, në Mast kemi shkruar një artikull analitik, duke ju referuar presidentit dhe instancave të tij lidhur me krizën e ujit. Nëse nuk bie shi, do të duhet të fillojmë racionimin e ujit. Këtë kanë thënë nga fundi i nëntorit dhe fillimi i dhjetorit 2025 drejtuesit e qytetit. Edhe nëse racionojmë, nëse nuk bie shi, situata është kritike, ndoshta alarmante.
Edhe më mbreslënës ishte pohimi i presidentit se nuk ka zgjidhje tjetër përveç zhvendosjes së kryeqytetit në jug, në Bregdetin e Makran. Një kryetar shteti që flet për evakuimin e një kryeqyteti me 15 milion banor, di diçka më shumë se të tjerët. Vetëm kjo fjali ilustron shkallën e krizës. Lufta e ka përkeqësuar situatën. Sulmet ajrore që vazhdojnë që nga shkurti i vitit 2026 kanë goditur rrjetin elektrik dhe kanë ndaluar plotësisht pompat e ujit. Ndërprerjet e ujit gjatë natës ekzistonin edhe para luftës, por tani orët e ndërprerjes janë shtuar. Tani ato janë shndërruar në ndërprerje edhe deri në 24 orë në ditë. Në lagjet jugore, uji i cisternave është burimi i vetëm për ujë, por edhe karburanti i cisternave nuk është i disponueshëm në mes të luftës. Duhet të theksojmë se, që përpara luftës, Teherani po përgatitej për ditën zero. Tani dita zero ka filluar në fakt dhe poshtë qytetit. Po shpaloset një katastrofë tjetër, për shkak të dekadave të nxjerrjes me tepritës të ujërave nëntoksore. Teherani po fundoset me 25 cm në vit. Rrugët po qahen. Ndërtesat po anohen dhe shkencëtarët thonë se kjo fundosja apo ky çedim tani më është i pakthyeshëm. Konsumi i ujit në Teheran është rritur edhe më shpejt se popullsia e tij, nga 346 milion metra kub në vit. Në vitin 1976, ka shkuar sot në 1.2 miliard metra kub në vit. 1/3 e ujit që hyn në sistem humbet për shkak të rrjedhjeve dhe përdorimit të paautorizuar. Ndërsa qyteti është rritur me 90%, hapësirat e tij të gjelbra janë mbuluar me sipërfaqe betoni, duke parandaluar që uji i shiut të depërtojë në tokë. Me fjalë të tjera, Teherani po konsumon më shumë ujë se sa mbartin burimet dhe rezervat e tij, dhe lufta po i bën burimet e mbetura të papërdorshme. Ky ekuacion i paqëndrueshëm edhe në kohë paqeje është shembur plotësisht gjatë kohës së luftës. Por kriza nuk kufizohet vetëm në veri. Situata bëhet edhe më e zymt ndërsa shkohet drejt jugut. Në Isfahan, diga Ksander Rud, gjaku i jetës së qytetit dhe bujqësisë së tij, po thahet: në hyrje prurja e ujërave është 6 metër kub për sekond. Në dalje është 28 metër kub për sekond. Pra, sipas përllogaritjeve, qyteti do të përballet me emergjencë lidhur me ujin e pishëm brenda 45 ditëve. Në urat historike që dikur ishin krenaria e Isfahanit, tani ka tokë dhe jo më ujë. Isfahani gjithashtu mori goditje të rënda gjatë luftës. Bombat shpërthyese të bunkerëve të hedhura në kompleksin nëntoksor të malit Safur e kanë tronditur qytetin, por kriza e vërtetë e Isfahanit nuk janë bombat, por është lumi që po thahet. Diga Godvan aty pranë është një katastrofë më vete. Ajo lëshoi ujë të kripur, duke shkatëruar 370.000 hektar tokë bujqësore. Më në jug, fillon ndikimi i drejtpërdrejtë i luftës. Një impiant desalinimi në Kim, ishulli më i madh i xhirit të Iranit, u godi gjatë luftës, duke lënë 150.000 njerëz papritmas, pa ujë. Irani e shpalli këtë sulm një luftë uji dhe njoftoi se kishte shënjestruar impiantin e desalinimit të Bahreinit për hakmarrje. Infrastruktura ujore është bërë një kategori e re objektivi në të gjithë xhirin dhe Trump ka kërcënuar në mënyrë të qartë të godas edhe impiantet e desalinimit në pjesën tjetër të vendit. Liçeni Hermier pranë Tres, dikur liçeni më i madh me ujë të kripur në lindjen e mesme, është tharë në 90% të tij dhe është shndërruar në një shkretëtir të kripur. Tharja e liçeneve nuk vjen për shkak vetëm të thatësirës, por edhe të digave dhe puseve të ndërtuara në lumenj që ushqen atë. Korja e mbetur e kripës po përhapet në të gjithë rajonin nga era, duke shkaktuar gjithashtu sëmundje të frymarrjes, si dhe duke helmuar tokat bujqësore. 28 provinca kanë shpallur thatësirë kritike. Kostoja e këtij kolapsi të klimës dhe infrastrukturës po detyron masa të mëdha njerëzish që të zhvendosen. Me kolapsin e bujqësisë në zonat rurale, 31.000 fshatra janë braktisur. Njerëzit kanë migruar në qytete për t'i shpëtuar thatësirës, por as në qytete nuk ka ujë. Migrimi nuk e zgjidh problemin, ai vetëm sa e përkeqëson krizën. Kjo lëvizje masive e popullsisë po zhvendoset drejt periferive të qyteteve të mëdha ku uji dhe vendet e punës perceptohen si relativisht më të arritshme. Megjithatë, miliona njerëz që mbërrinë në këto qytete po vendosin një barë të papërballueshme në infrastrukturën urbane, që është tashmë në prag të kolapsit. Vendbanimet e paplanifikuara që po zgjerohen me shpejtësi rreth qendrave si Teherani, Mashhad dhe Isfahan, të kombinuara me varfërinë në rritje dhe mungesën e ujit, po shndërrohen në fuqi baruti gati për të shpërthyer. Lufta e ka përshpejtuar më tej këtë val migrimi. Njerëzit që largohen nga zonat e konfliktit dhe po vërshojnë në qytete ku uji tashmë po mbaron. Por, a është lufta vërtet fajtore për të gjitha këto? Qeveria iraniane vazhdimisht i atribuon krizën sulmeve amerikane.
por 4 digat në Mashhad ishin tharë 3 muaj para luftës. Niveli i ujit në digën lart të Teheranit kishte rënë në 1% përpara luftës. Lumi në Isfahan kishte pushuar së rrjedhuri prej kohësh, para se të fillonte lufta. Kriza nuk qëndron tek lufta, por qëndron në 40 vite keqmenaxhimi. Irani shpenzon 90% të ujit të tij për bujqësi, por bujqësia përbën vetëm 12% të ekonomisë. Kultura që nuk kërkojnë shumë ujë si orizi, shalqini dhe fistikët, kultivohen në rajone të thata dhe për shkak të ujitjes jo efikase nga përmbytjet. Pjesa më e madhe e ujit avullohet para se të arrijë në tokë. Për më tepër, përdorimi i ujit subvencionohet. Konsumatorët paguajnë vetëm gjysmën e kostos aktuale. Ky çmim i ulët inkurajon konsumin e tepërt, ndërkohë që nuk lë burime për mirëmbajtjen e infrastrukturës. Politika e vetëmjaftueshmërisë ushqimore e garantuar nga Neni 43 i Kushtetutës ka dyfishuar zonat e ujitjes që nga viti 1979. Por ky zgjerim ka shtëruar edhe burimet ujore me dyfishin e shpejtësisë. Dhe pas kësaj politike qëndron një aktor i fuqishëm. Selia e ndërtimit Katam Al-Anbiar e lidhu me garden revolucionare. Ata ndërtuan mbi 600 diga në 40 vite. Ekspertët i quajnë këto mafia e ujit. Shumica e digave janë në vendet e gabuara, duke i bërë ato jo efikase për shkak të avullimit dhe grumbullimit të lumit apo aluvioneve. U shpuan mbi 1 milion puse, gjysma e të cilave të paligjshme, dhe 70% e ujrave nëntoksore janë shtëruar në mënyrë të pakthyeshme. Mbi 130 miliard metra kub ujë nëntoksor janë zhdukur. Asnjë qeveri nuk mundi të adresonte këtë çështje, sepse sfida e ndarjes së ujit nga regjimi i gardës revolucionare do të dëmtonte burimin e të ardhurave të aparatit të sigurisë së regjimit. Dhe në një zonë lufte, reforma të tilla u bën edhe më të pamundura. Karve Madani, ish drejtori i Institutit të Ujit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përmbledh situatën me fjalët në vazhdim. Shtëpia po digjej për shkak të keqmenaxhimit. Tani, ndryshimi i klimës po ushqen zjarrin. Irani ka qenë në një thatësirë për 6 vitesh. Vjeshta e vitit 2025 shënoi periudhën më të thatë në 50 vitet e fundit. Dhe sipas rrjetit botëror të atribuimit të motit, ashpërsia e kësaj thatësire nuk do të kishte qenë e mundur pa ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu. Kur kriza e ujit përplaset me një ekonomi lufte, situata që rezulton është realisht shpërthyese. Që nga viti 2021, fermerët dhe qytetarët në Kuestan, Isfahan dhe Teheran kanë dalë në rrugë vazhdimisht duke brohoritur kemietje. Deri në fund të vitit 2025, protestat u shtuan. Ndërprerjet e ujit, ndërprerjet e energjisë elektrike dhe kolapsi ekonomik ishin të habitshme, thot eksperti i OKB-s. Njëkohësisht, një analizë e botuar nga The Guardian në janar 2026 zbuloi një korelacion të habitshëm. Qendrat kryesore të protestave të Iranit, Teherani, Isfahani, Mashhad, Hamadan, ishin gjithashtu rajone që vuanin nga mungesat më të mëdha të ujit. Kriza e ujit ishte bërë kërcënimi më i madh i brendshëm i regjimit. Pastaj filloi lufta dhe gjithçka u përkeqësua. Inflacioni tejkaloi vjerën 52%. Çmimet për ushqimet bazë u rritën shumë, përtej asaj që publiku mund të përballonte. Para luftës, mungesa e ujit debatohej si një çështje mjedisore. Tani, mungesa e ujit, ushqimit dhe karburantit është bashkuar në një krizë ekzistenciale. Njerëzit kalojnë orë të tëra duke marrë ujë dhe sëmundjet e transmetueshme nga uji janë në rritje nëpër spitale. Mbi 31.000 fshatra janë braktisur. Njerëzit ikën nga thatësira, por nuk gjetën ujë në qytetet ku mbërritën. Migrimi nuk e zgjidhi problemin, vetëm sa e përkeqësoi atë. 60% e popullsisë së re është nën 30 vjeç dhe kjo gjenerat as nuk u beson premtimeve të regjimit dhe as nuk ka ndërmend të duroj thatësirën. Protestat më të mëdha të Iranit, kryengritja për benzinën në vitin 2019 dhe kryengritja për masa amini në vitin 2022, filluan nga një shkëndije ekonomike apo sociale. Tani uji është shkëndije e madhe. Ndërkohë, opsionet e regjimit për zgjidhje janë jashtëzakonisht të kufizuara. Ulja e sasisë së ujit në bujqësinë intensive do të dëmtonte të ardhurat e regjimit. Rritja e çmimeve të ujit do të shkaktonte protesta në rrugë dhe zhvendosja e kryeqytetit është e pamundur në një kohë lufte. Reformat që ekspertët kanë propozuar të kalojnë në ujitje me pika, çmontimin e disa digave, mbrojtjen e ujrave nëntoksore, nuk janë zbatuar kurrë nga asnjë qeveri, sepse ato kërcënojnë drejt për drejt ekonominë politike të regjimit. Kriza po rritet, por nuk po shfaqen zgjidhje, dhe lufta po e thellon bllokimin. Bombarduesit B-2 mund të godasin objektet e raketave të Iranit. GBU-57 mund të shkatërrojnë bunkerët nëntoksorëm dhe operacioni tërbimi epik
mund ta ulë kapacitetin ushtarak me 70%. Por ajo që do ta gjunjëzojë vërtet Iranin nuk janë bombat, por thatësira. Uji po mbaron për 88 milion njerëz. 40 vite politika të gabuara, mafia e ujit dhe ndryshimet klimatike e kanë sjellë Iranin në prag të falimentimit të ujit. Lufta po e përshpejton këtë falimentim, por nuk e krijoi atë. Siç thot Karve Madani, Irani po tërheq ujë nga lumenjtë dhe liçenet e tij me një ritëm shumë më të shpejtë se sa mund të rimbushen. Regjimi fajson luftën, por digat e Mashhadit ishin tharë muaj para luftës. Kriza më e thellë e Iranit nuk është poshtë maleve, por janë rubinetat e iranianëve. Dhe rubinetat po shterojnë çdo ditë. Një rubinet që nuk rrjedh është më keq ndoshta se një bombë nukleare. Mast Channel. Please subscribe.